Përshëndetje miq të nderuar, sot ju kam sjellur recetën e fogaqeve të vogla të palosura të mbushura me kaçkavall. Nëse je fillestar në kanalin tim, më suporto me një like, koment dhe një subscribe. Faleminderit. Në 500 gram miell do t'i hedhim rreth 200 ml ujë të ngrohtë. 10 gram me maja të bukës, 10 gram me sheqer dhe 10 gram me kryp. Hedhim dhe pak vaj. Përzijim pak. Do t'ja hedhim edhe një vis. I hedhim edhe 100 ml me ujë të vat për ta zënë brumin. Tani brumin do të vazhdojmë që ta gatuajmë me dorë. Pasi që kemi zënë brumin, do ta lejmë rreth 1 orë të pushojë. Pas 1 ore brumi është dyfishuar. Në tavolinën e punës kam hedhur miell dhe vazhdoj që ta punoj brumin, ku nga brumi do t'i nxjerrë disa kuleç. Ja vlen që t'i përgatisni këto fogaqe, sepse me të vërtetë bëhen shumë të shijshme dhe përgatiten shumë lehtë. Mund t'i përgatisni për darkë ose për drekë, ose edhe për mëngjes. Unë kam nxjerrur në 3 vende nga 6 kuleç. Tani do të filloj që t'i hapi me një tholluese. Kulaça do t'i hapim në madhësi mesatare, siç shihen në video. Do të vazhdoj që t'i lyejm secilin kulaç të hapur me vaj dhe do t'i bashkojmë mbi njëra tjetrën. Dhe i kam përfunduar në 3 vende nga 6 kuleç i kam vendosur, si shikoni në video. Petën e kam hapur në formën katërore, ku tani dhe do të filloj që t'i pres. Ju lutem përcjellni videon deri në fund në mënyrë që të mos humbisni detajet. Kurse dhe mbushjen do ta bëjmë me kaçkavall, kurse ju mund ta mbushni me çfarë të dëshironi. Mund ta mbushni me mish të grirë ose me djath ose me çfarë të keni dëshirë. Në këtë mënyrë do të vazhdojmë me gjithë kulaçat që na kanë mbetur derisa t'i përfundojmë. Në furrë të parangrohur do t'i pjeki për 20 minuta në 250 gradë. Me një vezë do t'i lyejmë të gjitha.
Do t'i hedhim edhe susan dhe do t'i dërgojmë për pjekje. Nëse ju i përgatitni, ju bëfshin mirë. Faleminderit për shikim.